Atëherë, përshëndetje. Në këtë seancë dua që t'ju tregoj se si të krijoni një email profesional falas, thjesht duke përdorur një emër domeni që nuk kushton më shumë se $15 në vit, pra, dhe të mund të bëjmë lidhjen pastaj me zoho.com. Pikërisht kjo është platforma ose Zoho Mail që do të na ndihmojnë të krijojmë email profesional deri në 5 adresa falas, pra, në emrin e një domeni specifik, ndoshta emrin e faqes tonë, ndoshta emrin e website-it, dhe ka këtë planin që është free forever, pra është përgjithmonë free, që si që thash ju lejon deri në 5 adresa emaili falas të mund t'i japni në të njëjtën emër domeni. Për shembull, kë quajmë ne domain. Domain është adresa që identifikon një website, pra siç e kam unë në rastin tim, anvoltech.com. Ky është emri i domeinit në këtë rast, ose adresa ime e website-it. Dakor? Çfarë do të thotë që ne nëpërmjet këtij plani që është përgjithmonë falas mund të krijojmë 5 adresa të ndryshme. Për shembull, mund të krijojmë support@anvoltech.com apo services@anvoltech.com. Po të shikoni këto, unë i kam këtu të krijuara. Por nëse dua mund të krijoj edhe të tjera, për shembull me emrin tim si admin@anvoltech.com ose angelashaulli@anvoltech.com, dakor? Këto quhen emailë profesionale që janë ndryshe nga emailet e zakonshme që ne jemi mësuar të punojmë, pra, siç është ky këtu që un kam në Gmail, apo ndoshta dikush tjetër mund të përdorë në Yahoo, në Hotmail që tani është Outlook, pra platforma e Microsoftit, dakor? Këto janë emailë që ne jemi mësuar përgjithsisht të punojmë, por një email profesional ka dhe shumë avantazhe të tjera, duke bërë të mundur që të dukemi sa më profesional dhe të kemi një komunikim me klientët tanë, ndoshta me studentët, sa më profesional dhe sa më cilësor, pra, ose zyrtar, duke u shfaqur në mënyrën e duhur para klientëve ose para studentëve tanë, pra nëpërmjet emailit profesional që unë do t'ju mësoj sot hap pas hapi se si ta krijojmë falas, pra. Tani, si fillim do shkojmë te Zoho dhe të bëjmë sign up, pra të regjistrohemi te Zoho Mail me një adresë emaili. Mund të përdorim dhe një adresë Gmaili për të regjistruar si fillim, ose dhe një adresë në Yahoo, varet se çfarë përdorni ju, pra siç e thash edhe në fillim. Dakor, unë po vendos emrin tim këtu, do përdor një adresë në Gmail paraprakisht, ashtu si dhe ju që tashmë nuk e keni një adresë emaili profesionale në emrin e një domeni specifik, pra. Do vendos dhe një password. Okej. Më doli shenja këtu jeshile, do të thotë që passwordi është i fortë, pra. Në fakt unë del që këtë adresë emaili e pas kam përdorur një herë, kështu që do përdor një tjetër. Dakor? Përsëri në Gmail. ashaholli 5@gmail.com. Okej. Klikoj këtu te I agree, pra termat e privatësisë, dhe bëj sign up. Tani këtu do vendos kodin që më ka ardhur te adresa ime e emailit, që më duhet të hap tani këtu për ta parë. Po e mbyll këtë të parën. Okej. Okej, më falni, kam bërë një gabim, më duhet ta shkruaj ashaulli 15. Okej. Dhe po e konfirmoj edhe një herë për të ardhur, pra. Okej, në fakt më del që edhe kjo ekziston, kështu që po përdor ashaulli 4, kam disa adresa në Gmail faktikisht. Okej. Vetëm një moment, ndoshta mund të përdor edhe një tjetër, përderisa këto pas kam përdorur më përpara.
por dua që të tregoj pasapë ju se si që nga mënyra e krijimit të një llogarie në Zoho Mail deri te krijimi një adrese profesionale. Okay, po provoj të përdor këtë një herë. Përsëri edhe këtë e pas kam përdor. Okay. Atëre do shoh këtu çfarë mund të përdor në një adresë tjetër. Okay, vetëm një moment. Po provoj këtë tani. Shaolli angela51@gmail.com. Le ta provojmë dhe këtë. Më del e njëjta gjë përsëri, por po i bëj një refresh paraprakisht para se të vazhdojmë. Okay. Dhe po kontrolloj për ndonjë adresë tjetër këtu që ndoshta nuk e kam pas përdorur më përpara. Okay, do ta provoj. Edhe një herë po shënoj të dhënat. Mund të shënoni edhe emër mbi emër i plotë, nuk ka asnjë problem. Dakor, tani po provoj të përdor këtë adresë. Pra, shaoliangela51@gmail.com. Po vendos një password. Okay. Edhe këtë pas kam përdorur më përpara, atëherë unë do përdor një tjetër. Po përdor një tjetër adresë që kam akses këtu, që është e personit në fakt që do ja hap këtë email profesional, kështu që më mirë po përdor adresën specifike të personit. Po e bëj agree dhe sign up. Okay. Tani po kontrolloj pak kodin që më ka ardhur në këtë adresë emaili, pra. Vetëm një moment. Mjafton që të shkruhet sakt adresa e emailit dhe ju vjen ky kod këtu, one time password quhet, pra 096 58 dhe 71. Klikoj më pas te verify. Dhe le të vazhdojmë. Domaini që unë do përdor këtu është ky këtu, pra. Dog Deals Big Store. Bëhet fjalë për këtë website-in këtu që është dyqan faktikisht, që e kam hapur unë në Shopify. Dakor? Dhe që shet produkte pra për kafshët, specifikisht për qentë. Pra. Okay, gjithsesi, derisa të mund të hapet, okay, është gati. Kjo është pamja ose dashboardi që hapet në momentin që ne regjistrohemi pra në Zoho Mail. Këtu do duhet që të shkruajmë emrin e domainit, pra, por para se të kalojmë këtu, për të blerë një domain specifikisht, mund të përdorni këto kompanitë që e ofrojnë këtë shërbimin, pra për blerjen e një domaini ose dhe të hostimit. Ku ndryshon domaini nga hostimi, pasi më bëhen shumë pyetje të tilla. Domain, siç u thash, është adresa që identifikon një website ose një platformë të caktuar në internet. Ndërsa hostimi është përgjegjës që ky website të jetë online, pra, të mund të aksesohet online në çfarëdo lloj brauzeri, qoftë në Google, qoftë në Edge apo në brauzera të ndryshëm, pra. Dhe pikërisht për shembull Hostinger është një nga ato platforma që na lejon të blejmë domain ose plane të ndryshme hostimi. Mjafton këtu të kërkoni nëse domaini ose emri që ju keni ndërmend që ta blini është i disponueshëm ose jo njerëz si fillim, duhet ta kërkoni këtu. Por për ta bërë këtë mund ta kërkoni paraprakisht edhe te anvoldomains.com, është një website tool që unë e kam ndërtuar. Mjafton të kërkoni këtu dhe ju gjeneron edhe emra të ndryshëm domainesh, nëse nuk keni ide, pra. Por ju kërkon edhe ju bën kërkimin këtu se sa është i disponueshëm një emër specifik që ju keni ndërmend për të hapur. Për shembull, ndoshta mund të jetë pet store. Pra, është më përgjithësueshëm në këtë rast për kafshët, po e marr si shembull.
Ju ndoshta mund të hapni edhe me emrin mbi emrin tuaj, ndoshta mund të hapni me emrin e faqes që disponon në Instagram apo në rrjete ndryshme sociale. Dakor, ky emër këtu petvistor.com është i regjistruar tashmë, por këtu jepen edhe sugjerime të tjera të ndryshme. Të njëjtën gjë mund të bëni edhe nga këtu, për shembull, nëse unë dua të hap një domain me emrin mbi emrin tim. Okej. Ja ma sugjeron direkt këtu që anxhelashaulli.com është e disponueshme dhe shikojeni se sa është vlera, që momentalisht është me 69% ulje. Dakor? Vitin e parë pra është 4.99, pra $5 në vit dhe ndoshta vitin e dytë do të jetë diku te $15-16. Në vit bëhet fjalë gjithmonë. Këtu ka dhe sugjerime të tjera që janë të gjeneruara nga inteligjenca artificiale dhe që më sugjerohen në këtë rast. anxhelashaulli.me, .online, .expert, .shop, pra varet se çfarë ju dëshironi që të ndërtoni. .io nëse do jenë platforma të ndërtuara me inteligjencë artificiale, .io dhe .ai janë pra ato domene që janë më të shtrenjta krahasim me këto domene të tjera. .tech, .org, pra siç mund të shikoni këtu çmimet që gjithashtu mund t'i referoheni edhe Bluehost, Namecheap apo GoDaddy, janë pak a shumë të njëjtat çmime. Unë e kam të blerë faktikisht, që është ky këtu, siç tregova më sipër. Nëse ju nuk keni ide, thash mund të përdorni këtë domain generator, thjesht shkruani një fjalë kyçe dhe do mund t'ju gjeneroj emra përkatës domain, vetëm keni parasysh që emri duhet të jetë i thjeshtë, emri domainit, pra adresa që do t'ju identifikoj juve në këtë rast në internet, por unë këtu nuk do të tregoj se si do mund të hapni pra një website, në thjesht të domain do e përdorim vetëm për të bërë lidhjen pra me këtë Zoho Mail këtu dhe për të hapur emailin ton të parë profesional dhe ju mund të hapni edhe të tjerë në vazhdim deri në 5 me këtë plan që është për gjithmonë free. Pra falas, ajo çka po ju thoja është që mund të gjeneroni emra të ndryshëm domainesh që të merrni idenë nëse ju nuk e keni ndarë mendjen se si do jetë emri i domainit tuaj. Dakor? Vetëm keni parasysh që të mos përmbaj numra karaktere speciale sepse pengojnë në rankimin në Google dhe në pjesën e optimizimit me SEO është pak më e vështirë renditja e këtyre domaineve, pra në vazhdim nëse ju do keni plan që të ndërtoni një website apo një platformë tuaj, dakor? Kështu që duhet të jetë sa më i thjeshtë, një emër që të mbahet mend pra, dhe të mos përmbaj këto karakteret e veçanta përveç vizës. Për shembull, unë kam një të tillë, është pazarionline.com, është me këtë vizën këtu pra. Vetëm kjo nuk ka problem, por nëse është me numra dhe me karaktere speciale, atëherë do ketë vështirësi në renditje në rankimin në Google. Gjithsesi, po i mbyll këto. Mund të bëni kërkimet tuaja rreth domaineve. Madje mund të përdorni edhe inteligjencën artificiale për të gjeneruar emra të ndryshëm domainesh, ndoshta ju nuk keni ide, thjesht nëpërmjet një fjalë kyçe që ju i shkruani inteligjencës artificiale mund t'ju gjeneroj emra të ndryshëm domainesh që të jenë dhe të shkurtër dhe të mbahen mend lehtësisht pra. Janë disa platforma që realizojnë këtë, një ndërto është Free AI Kit, është dhe krisanai.com. Okej. Moment. Këtu janë disa ka shumë në fakt toolse të inteligjencës artificiale, një ndërto është dhe domain name, ja thonë të shkruani këtu domain name generator. Okay. Po të klikoni këtu, do duhet që të shkruani një fjalë kyçe dhe ju gjeneron inteligjenca artificiale emra domainesh. E njëjta gjë është edhe këtu te krisanai.com. Edhe këtu janë mjaft toolse që përdoren për qëllime të ndryshme për të gjeneruar postime blogu apo book outline, hashtagje, ndërto është dhe pikërisht domain name generator, pra, për të gjeneruar emra domaini është ky këtu, pra. Edhe këtu mjafton të shkruani një topic,
për shembull, po e bëj tek blog, që se unë në vazhdim do duhet të hap vetëm një blog për sa i përket teknologjisë, për shembull se ndoshta kam një faqe në Instagram dhe do duhet të ndërtoj pikërisht një email profesional dhe më duhet domeni në këtë rast. Pra. Klikoj si fillim këtu, I am not a robot, dhe më pas do bëj send. Dhe këtu do na gjeneroj emrat. Okej, gjithsesi. Tash, domeni që ne do përdorim është ky këtu. Dhe le të vazhdojmë procesin, unë do shkruaj këtu, pra www.docdeals.store. E kemi .store, pasi është një website e-commerce për Shopify. E kontrollojmë dhe një herë për siguri, pra docdeals.store, është ky këtu. Pikërisht për këtë domain ne do ndërtojmë një email profesional. Okay. Këtu emri i organizatës, unë po shkruaj domenin në këtë rast, docdeals, sepse kështu e ka emrin edhe dyqani. Okay? Pra është ky dyqani këtu. Docdeals. Këtë po e mbyll edhe këtë mund ta provoni vetë. Të gjeneroni emra të ndryshëm domenesh. Okay. Këtu te industry type, mund të zgjidhni llojin e fushës pra që ju përshtatet për këtë emër domeni. Dakor? Unë mund të vazhdoj me e-commerce. Nëse nuk e gjeni këtu dhe mund ta kërkoni, në fakt është shumë përgjithësuar se e-commerce, po do shoh dhe njërën nga këto këtu, cila pra më përshtatet më shumë, po bëj këtë më mirë, other works and services. Add now. Nuk ka asnjë problem dhe mund ta ndryshoni industrinë më vonë. Okay. Congratulations, your domain docdeals.store është shtuar me sukses. Tani do procedojmë me verifikimin e domenit. Pra çfarë do bëhet në këtë rast? Lidhja e domenit me Zoho Mail në mënyrë që ne të dërgojmë dhe të marrim emailë pa pasur asnjë problem. Vazhdojmë. Tani na i tregon hapat që ne duhet të kryejmë në këtë rast. Si fillim duhet të hyjmë te Hostinger e identifikoj që domeni jon është i bler pra në Hostinger. Okay, dhe unë jam te domeni, jam pikërisht aty, jam loguar dhe do shtoj këtë rekordin këtu tani që është i formatit text, siç më tregohet këtu. Duhet të mbajmë parasysh që ky verifikim zgjat 30 minuta deri në 24 orë, por mund të bëhet edhe në moment, varet nga kompania e ustimit që përdorni në këtë rast. Dakor, sepse mund të jetë një kompani tjetër, mund të jetë GoDaddy, siç ju thash, Namecheap, Bluehost, HostGator e të tjerë ka disa. DreamHost ndoshta, varet se çfarë përdorni. Tani unë do shkoj këtu te DNS, name servers, pra. Dhe pikërisht këtu do shtoj atë rekordin ose rreshtin e ri. Siç e shikoni, unë kam disa rreshta këtu, por do shtoj një rresht tjetër të tipit text. Këtu si default është zgjedhur tipi A, por unë do zgjedh text, pra TZT. Dakor, name këtu do ta lë et, që do thotë që është gjithë përfshirës për gjithë emrin e domenit, dhe te vlera ose te kontenti përmbajtja do vendos këtë vlerën këtu për të bërë lidhjen e domenit me Zohon. E kopjova këtu dhe e bëj add record. Dhe kjo u shtua me sukses. Tani pasi e kam shtuar këtu te domeni, pra te llogaria ime e domenit, klikoj këtu te verify text record. Është shumë e thjeshtë. Kjo u verifikua në moment. Dakor, tani do duhet të vazhdoj me hapin e radhës. Këtu na kërkon tani se si do jetë emri i emailit, pra mund të jetë angela@docdeals.store, por jo, nuk do ta ndërtoj me emrin tim. Dakor? Po siç e shikoni këtu, pas do jetë docdeals.store, pra. Prandaj quhet email profesional sepse nuk është as me gmail.com ose yahoo.com, por pikërisht është me emrin e domenit. Dhe unë kam zgjedhur që ta quaj kontakt
@dogdeals.store. Klikoj te create, ndoshta në vazhdim mund të shtoj edhe të tjerë, ndoshta mund të shtoj info@dogdeals.store ose support@dogdeals.store, mund të shtoj pra të dyja, përveç kontakte Dog Store që jam duke krijuar për momentin. Okej, kjo u shtua. Ja ku del këtu. Ne mund të bëjmë edhe editime, pasi këtu del me emrin tim, duke qenë se ashtu e bëra në fillim regjistrimin, po klikoj te tre pikat e edit profile. Okay. Dhe e ndryshoj emrin tim këtu pra. Dakor, emrin tim mund ta ndryshoj te kjo këtu edit. Nuk kam se mbaj emrin tim, po te first name do vendos dog dhe te last name do vendos deals. Pra emrin e domenit në këtë rast. Ose të dyqanit këtu pra të Shopify, dakor? Nickname e heq, nuk ka ndonjë problem, contact information, po të doni mund të shtoni dhe këto kontaktet e tjera. Klikoj te saving, okay. Këtu është, siç e shikoni, është statusi aktiv pra. Dakor? Vazhdoj, proceed to set up groups. Nuk ka nevojë në fakt për të shtuar grupe momentalisht. Okay. Unë nuk po e bëj create, nuk dua që të hap grupe pra me të njëjtin email, nuk është e nevojshme. Për arsye të ndryshme, për funksione të ndryshme, ndoshta kompani të ndryshme e përdorin edhe këtë opsion pra. Kështu që unë do vazhdoj me verifikimin e domenit, sepse kemi edhe disa hapa të tjerë. Tani janë pikërisht këto rreshtat e tjerë që duhet të shtojmë pra. Dakor? Si fillim janë rreshtat MX, që janë pikërisht për lidhjen e domenit me emailin, por në këtë rast, çfarë bëjnë të mundur këto rekorde? Bëjnë të mundur pikërisht që ne të dërgojmë dhe të marrim emaile pa pasur asnjë problem. Kështu që fillojmë dhe po i shtojmë këto rekorde hap pas hapi. Shtojmë të parin, filloj këtu, MX, okay? Te name, do jetë host, do jetë kjo, pra shenja @ te hosti, vlera do jetë kjo, në fillim, këtu keni kujdes, priority do jetë 10, te e para pra, okay? Këtë do e lëm 10, këtë do e lëm të pandryshuar, të lënë pra, siç është, dhe klikoj te add record. Kjo u shtua me sukses e para, do shtojmë të dy të tjera të tipit MX, dhe të ndryshimi këtu është te vlera dhe te priority. Te prioriteti pra. MX përsëri, këtë po e lë add, po e bëj copy rreshtin e dytë dhe ndryshoj dhe prioritetin që po e bëj 20. Pra, këtë tham do e lëm të pandryshuar. Add record. Okej, edhe kjo u shtua me sukses. Tani vazhdoj shtoj dhe rreshtin e tretë, më pas do shtoj dhe këto të tjera. Kopjoj rreshtin e tretë dhe prioriteti në këtë rast do jetë 50. Pra thjesht do duhet të ndiqni udhëzimet që ju tregohen hap pas hapi në Zoho dhe nuk është e vështirë, kushdo mund ta ndërtoj një email të tillë profesional ose ndoshta disa. Edhe kjo është shtuar me sukses. Okej, tani do shtoj përsëri një text record, por me këtë vlerën këtu. Dakor? Këtu ju tregon edhe për çfarë shërben ky rresht që do shtohet pra. Dakor? Por siç u thash, me X-i shërben që ju ta keni të konfiguruar adresën tuaj të emailit dhe të mund të dërgoni dhe të merrni emaile pa pasur asnjë problem. Te kjo SPF-ja pra është pikërisht për të ndaluar spamerat ose mashtrues të ndryshëm që tentojnë të hiqen sikur janë ju. Prandaj kjo është shumë e rëndësishme që të shtohet dhe adresa juaj të mos përdoret për arsye të ndryshme, pasi në këtë rast ul dhe reputacionin e biznesit tuaj ose të faqes që ju dispononi, sidomos në këtë rast që është për shitje produktesh. Pra kjo është për sa i përket sigurisë. Po e shtojmë tani këto. Unë kopjoj vetëm vlerën sepse rreshti ose rekordi jetë i tipit text dhe te hosti do kemi këtë shenjën @. Pra @ përfaqëson emrin e domenit.
Ok? Kopjoj vlerën këtu dhe e shtoj pikërisht këtë rekord të rëndësishëm që i përket sigurisë. DKIM. Dakor? Edhe kjo është pikërisht për të mbrojtur të drejtat e përdorimit të emailit vetëm nga ju si persona dhe mbajtës të kësaj adrese emaili dhe të mos përdoret nga persona të tjerë. Pra. Edhe kjo do jetë e tipit tekst, por është pak më ndryshe se në vend të shenjës e këtu kemi një vlerë tjetër, pra që do e kopjoj. Ok, e kopjoj këtë të parë, shkoj përsëri këtu te llogaria ime domenin, zgjedh llojin tekst, këtu vendos name dhe te vlera do zgjedh këtu tani do e kopjoj. Ok, siç e patëm, mjafton që të klikoni këtu dhe kopjohet. Dakor? Këtë po e lë si default. Dhe klikoj te add record. Dhe kjo u shtua me sukses. Tani le të shohim nëse verifikimi bëhet në moment ose do të zgjas 30 minuta maksimumi deri në 24 orë dhe ju njofton këtu pra nëse verifikimi është shkruar me sukses, por është shumë e rëndësishme që të gjitha këto rreshtat kopjohen në mënyrën e duhur dhe siç tregohet këtu pra. Klikoj tani te verify all records. Ok, dhe është bërë me sukses verifikimi pra. Tani, proceed to email migration. Në fakt këtu nuk kemi se çfarë emaili të migrojmë. Nëse ne do dispononim një email profesional më përpara dhe nuk do e kishim në Zoho, po do e kishim në një tjetër pra kompani, të themi dhe do duhet ta migronim këtu te Zoho, pikërisht për të mos paguar për emailin profesional, sepse këto kompani të hostimit për shembull që ofrojnë edhe shërbimin e domeinit, edhe shërbimin e hostimit, siç u thash, ofrojnë edhe shërbime emaili. Dakor? Po për këto do duhet të paguash një tarifë mujore ose ndoshta tarifë për user. Okay? Dhe në qoftë se ti momentalisht e ke këtu një email profesional, dëshirojnë që për të mos paguar më tarifa të tilla pra mujore mund ta migrosh këtu. Po kjo është një tjetër proces, ne nuk kemi çfarë të migrojmë në këtë rast dhe unë do e bëj proceed to go mobile dhe ne mund ta përdorim pra pikërisht këtë adresë dhe në aplikacionin e Zoho. Mjafton të shkruani Zoho mail dhe ju del aty. Unë do të hap tani nga telefoni dhe do t'ua tregoj. Okay? Do t'ua tregoj si aplikacion. Është me të vërtet shumë e sigurt platforma e Zoho mail, por edhe aplikacioni. Okay? Unë kam Zoho që e përdor, kështu që vetëm një moment sa të bëj lidhjen me telefonën që të tregoj se cili aplikacion është pra. Okay. Dhe lidhja bëhet në mënyrë shumë të shpejtë. Le të vazhdojmë së bashku. Po hap pak dhe programin që bëj lidhjen me telefonin, është këtu phone link. Ndërkohë po procedoj edhe me lidhjen nga telefoni. Po e bëj try again. Dhe tani po hapet pamja nga telefoni. Ok, po jap akses këtu. Dhe pikërisht ky është pra aplikacioni Zoho Mail që përfshin edhe emailin edhe kalendarin. Po i bëj një update sepse po e kërkon këtu shpejt e shpejt. Dhe do të tregoj edhe si ta lidhim llogarinë, ndërkohë këtu po procedoj me setupin që mbaruam pra në këtë rast. Go to admin console, këtu do të keni llogarinë tuaj si administrator, pra ku mund të shtoni edhe adresat të tjera emaili siç u thash. Ok.
Ja ku është një emër domeni dhe një user momentalisht, tu keni dhe deri në 5 licenca ose 5 adresa emaili për të shtuar. Pra nëse ju doni që të hapni të tjera adresa emaili në këtë domen. Vetëm keni parasysh që në këtë versionin free ju lejon që të bëni lidhjen me një domain. Dakor, tani po të klikoni këtu, ju çon direkt te emailit, te inboxi. Patjetër që ne do e testojmë tani, nëse do mund të dërgojmë dhe të marrim emaile pa pasur asnjë problem. Pasi të gjitha hapat e verifikimit të domeinit dhe lidhja domain email u krye me sukses. Okay. Kjo është pamja që hapet në momentin që ne jemi të loguar pra pikërisht te adresa jonë profesionale e emailit, është dhe një email që na e ka dërguar Zoho pra në këtë rast. Okay. Siç e shikoni këtu edhe filtrat e spam, newsletter, njoftime ju vinë më vete, inboxi është si folder më vete. Okay. Kjo është emaili i parë pra që ne kemi marrë këtu. Po e bëj skip këtë, nuk ka problem. Okay. Pra 2 unread emails janë pikërisht ato që kemi marrë nga Zoho. Okay. Vazhdojmë tu te telefoni tani. Po bëj edhe një herë connect këtu për të bërë lidhjen me ekranin. Okay. Këtu po e bëj open tani. Unë kam dhe disa adresa të tjera këtu që i përdor, por do e shtoj dhe këtë tani. Okay. Add account, thjesht mjafton të shkruajmë pra emrin e adresës së emailit, që në këtë rast është kontakt. Pra @dogdeals.store. Klikoj te next, do vendos edhe emailin, është pikërisht, më falni, do vendos passwordin dhe është passwordi që unë vendosa te Zoho në momentin që hapa me atë adresën në Gmail pra. Okay. Po e shkruaj pak passwordin ndërkohë. Okay. Dhe ja ku u shtua. Ja dhe emaili që ne kemi marrë në fillim. Okay. Edhe këtu keni këtë pjesën e folderave. Dakor? Trying to reconnect. Se ta shikoni dhe ju pamjen. Gjithsesi, tani mund të vazhdojmë edhe nga kompjuteri. Nuk ka problem. Që të mund ta testojmë. Tani unë po krijoj këtu një email të ri dhe do e dërgoj këtu te kjo adresa që kam në Gmail, që kam të hapur këtu. Pra ashaulli15 për ta testuar pra. Okay. Tani te një email. Te tu do shënoj adresën ku do e dërgoj pra. Okay. Dog deals, subjekti po e bëj mail test, ka problem, dhe e bëj send. Okay, këtu del që është dërguar, por le ta kontrollojmë këtu tani. Dhe ja ku na u dërgua. Mund të bëjmë edhe replay, të sigurohemi që ndërkohë edhe marrim emaile nga adresa të tjera pra. Po bëj një hi vetëm sa për test. Pasi verifikimi u bë me sukses. Okay. Shkoj edhe një herë tu te inbox. Le t'i bëjmë dhe një refresh. Dhe besoj emaili do jetë dërguar me sukses pra. Replay që bëm nga adresa jonë këtu e Gmailit. Ja ku është pra. Pikërisht dhe replay që unë bëra. Dhe kjo ishte mënyra se si ne mund të hapim
një adresë emaili profesionale ose deri në 5 adresa, thjesht duke bler vetëm emrin e domenit me një pagesë shumë minimale vjetore, siç e pat te Hostinger ishte edhe oferta me $5 në vit deri në 15-16 dolar në vit. Dakord? Dhe mund të ndërtojmë pra emailin tonë profesional në bazë të emrit të domenit që do zgjedhim dhe emrit të emailit, pra siç ishte në këtë rast contact@docdeals.store. Ju falenderoj dhe për çdo pyetje mund të më kontaktoni ose të më shkruani në koment.